Okej, histori nga jeta. Bëhet disa ditë rradha si që mbaroj punën që kam për të bërë dhe nisem për të vajt në shtëpi. Dhe në vend që të shkoj te shtëpia ku jam duke qëndruar për momentin, shkoj tek shtëpia ime ku po punohet, dhe unë nuk rri. Shkoj deri te parkimi, përpara se të parkoj, gjithmonë, po është dita e 4:05, që është e përditshme në gjithë kjo javë. Edhe po pritë, unë nuk rri këtu. Pse erdha këtu? E marr prapë rrugën nga para dhe nisem për tek shtëpia. Çfarë do të thotë kjo? Që mezi po presa të futem te shtëpia. Në çfarë etape jam kur do futem? Për momentin zgjodhëm bojrat sot. Do lyen edhe të shohim me kismet në fund të prillit. Do futem.